se mjeku duhet të njohë kufit e kompetencës së tij profesionale. Nuk mund t'i thuhet të smurit që kjo metodë e mjekësisë alternative e shëron me siguri kancerin. Por le ta pyesim një herë vetë doktor Laverin për metodat sekrete të klinikës Troka, e cila e vijon e pashqetësuar aktivitetin e saj. Klinika jon ka një përvojë 50 vjeçare në trajtimin e tumoreve dhe një traditë familjare një shekullore me mjekësi alternative e ka aplikuar gjyshi jon. Kjo përvojë u transmetua në brezë. Të ilaç, po solucion që ju keni, a e keni të certifikuar? Ky është një produkt bimor që ka dhënë prova tash një shekull. A është i certifikuar? Ky është në proces studimor, një produkt që kalon mbi 100 persona, konsiderohet i pranueshëm. A mund të dim çfarë ka në përbërje ky solucion trajtues? Nuk na duhet masa çfarë i hidhni çfarë i hidhni, çfarë ka në përbërje? Ky është një tretësirë bimore. Në qoftë se një produkt shëron mbi 100 vet, ai e ka marrë certifikimin. Për aq kohë sa është në proces studimi. Nuk lejohet. Ne kemi mbi 50 vjet që kemi trajtuar mbi 30.000 persona me nishane dhe asnjë nuk ka kaluar melanom malinje deri më sot. Ju jeni mjek i përgjithshëm, Jo. i licencuar edhe pse me afat të përfunduar në 2021. Melanomat, kanceret e lëkurës, sipas protokollit mjekësor, nuk mundet dot t'i trajtoj një mjek i përgjithshëm, por të mos nishanet dhe me lëkurën duhet të merret dermatolog dhe onkolog në rastin më të keq nëse bëhet fjalë. Solucioni juaj mund të jetë shumë i mirë, ju më thoni që është në proces studimi dhe nuk është certifikuar ende, po sa zgjat ky procesi? Tani mbush një shekull, kjo përvojë që trajton. Si zgjidhni të bëni këtë lloj pune, doktor, sepse është një pacient, një djalë i ri, vetëm 34 vjeç dhe sot është në gjendje të rëndë, është në rrezik për vdekjen, doktor. Po, ky vdes për dëshirë tia. Të nuk ta lejoj se është shumë e turpshme. Është shumë e turpshme. Jo. turpshme? Për dëshirë të tija. Jo, doktor, sepse keni qenë juve ata që ja keni bërë biopsin pasi është injektuar solucioni juaj. Në qoftë se ti të presim bisedon bashkë. Ka institucione të tjera që shpreh. Plotësisht dakord. Gjithë të mira. Ky është një mashtrim dhe si çdo mashtrim është vepër penale. Shteti këtu duhet të ndërhyjë tek pjesa që të sa e lehtë është të hapësh një klinikë në Shqipëri, por nuk më duket normale që një mjek i përgjithshëm dhe jo dermatolog, kur me këtë çështje duhet merret vetëm dermatologu ose në raste kur është tumor duhet edhe onkologu. Pas gjithë kësaj, unë mora një mësim, edhe unë e pësova këtë gjë, edhe unë fatin e mirë e kam sepse unë më shkoj jashtë Shqipërisë. Por një person që ka vetëm ato 1500 euro, edhe i ka gjithë kursimet e jetës, edhe gënjehet pa bërë kërkime më mbrapa, ti bëjnë dëm akoma dhe më shumë